Vazhdojmë me pikën 2 të rendit të ditës, betimi i deputetëve. Të nderuar, ju njoftoj se betimi solemn i deputetëve është një veprim i parapar me kushtetutë dhe me rregullore të kuvendit. Tekstin e deklaratës së betimit e ka secili deputet e deputete para vetës dhe e njëjta duhet të nënshkruhet personalisht. Për ta përmbushur këtë detyrim, luz deputetët që të ngrihen në kamp të dëgjojnë tekstin që do të lexoj unë dhe vetëm në fund të gjithë së bashku shqiptojmë fjalën betohem. Teksti i deklaratës së betimit është: unë, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, betohem se me nder e me përkushtim do ta kryej detyrën time dhe do ta përfaqësoj me dinjitet popullin, do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë shtetasve të saj, do të angazhohem për mbrojtjen dhe për respektimin e kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë, për mbrojtjen e sovranitetit, tërësisë territoriale dhe të integritetit institucional të Kosovës, për garantimin e lirive dhe të drejtave të njeriut në përputhje me ligjet e vendit. Betohem.